Është hedhur në shtëpinë e futbollit shorti për kalendarin e kampionatit të kategorisë së dytë për sezonin 2026-2027. Klubet e dy grupeve A dhe B kanë mësuar tashmë rrugtimin që do të ndjekin në edicionin e ri futbollistik. Në ceremoninë e shortit ishin të pranishëm përfaqësues të klubeve pjesëmarrëse, ndërsa shorti u nga specialisti i departamentit të grave në FSHF, Endi Hyka. Për javën e parë të kampionatit të kategorisë së dytë, grupi A shorti ka përcaktuar që në stadiumin Reshit Rusi të luhet derbi mes Vllaznisë B dhe Tërbunit të Pukës. Kurçeblut drejtuar nga trajneri Brikeno Bizi dhe Ersi Çaku vinë si debutues nga kategoria 3, kur sezonin e kaluar u shpallën kampion kombëtar. Objektivi i tyre është ngjitja në kategorinë e parë. Nga ana tjetër, pukianët të cilët të sezon kanë bërë ndryshim në stafin teknik, si dhe në aksioner, kanë të njëjtin objektiv. Kampionati i sivjetshëm i kategorisë së dytë pritet të jetë shumë i dyluftuar, sidomos në grupin A verior, pasi krahas Vllaznisë B dhe Tërbunit konkurrojnë dhe ekipet e klubit të futbollit Shiroka, Basanja Bushati dhe Veleçiku i Koplikut. Sidomos për dy të parët Shirokën dhe Basanjan fal investimeve të mëdha të bëra nga presidentët Ergi Axhani dhe Ermir Shimaj, skuadrat e tyre janë formatuar me trajner dhe lojtar cilësor. Sa i përket Veleçikut, lajmet e fundit bën të ditur se edhe në këtë sezon pritet të jetë në fushë një ekip modest dhe në kufijtë e mbijetesës në kategorinë e dytë. Një gjë e tillë reflektohet nga fakti se ndër rivalet e tyre kanë kohë që kanë nisur fazën përgatitore. Për Kopliksit, një gjë e tillë nis të fundjavë, duke kthyer te java e parë e kampionatit të kategorisë së dytë, e cila nis me 12 shtator 2026. Krahas derbit të qarkut Shkodër Vllaznia B Tërbuni për Shirokasit e drejtuar nga trajnerët Paulo Rios, Freire dhe Ardit Mani. Starti i kampionatit do të jetë në Shijak, ku do të luajnë përballë skuadrës vendase Erzeni. Basanja drejtuar nga trajneri Arbër Shytani pret në shtëpi ekipin Eagle Football, por ndeshja nuk do luhet në Bushat, por në kompleksin sportiv Zmiani. Ndërkohë Kompleksit të drejtuar nga trajneri Besnik Duli do të jenë mysafir në Lushnjë. Dy takimet e tjera të këtij grupi për javën e parë janë Luzi Vogël 2008, Partizani B dhe Naftëtari Gramshi.